Do ndajmë plazhet. Do të thënë se është një pyetje madhështore, atë që na e dha Zoti, si do e ndajmë? Kemi dështuar me sukses 15 vjetë reshtë. Jo, po kësa radhe prap nuk zë mëndë. Çdo vit ne ndryshojmë manaximin e plazheve dhe problemi që ndron tek, domethënë ne nuk marrim legjislacionin më të mirë që është realisht, po mundohemi ta bëjmë këtë në mënyrë artificiale dhe pa marrë mendimin e ekspertëve apo Po base kanë ca ekspertë ata. Operatorëve dhe mos mendoj që s'kanë ekspertë ata, janë ca ekspertë një lloj tjetër këta. Kanë ekspertë po ta futa. Po ja, faktikisht pra. Janë ekspertë ata. Ne vjet ndruam ligjin e plazheve edhe ç'a ndodhi? Ju hoqi mundësinë atyre që kishin bare apo restorante, që ishin vit parë dhe nuk kishin gjë tjetër për të marrë plazhe. Atëherë çfarë ndodhi? Ndodhën ca pazare që filluan këta merrnin kontrata për hotele që mund të ishin majt kodës, mjafton të kishte një hotel dhe thjesht kaluan ca lek nga këta persona që merreshin me ndarjen. Pra nuk janë normale, janë shpikje shqiptare, nuk është kaq e vështirë për të menaxhuar, për të bërë një ligj për menaxhimin e plazheve. Ajo është e qëllimshme, nuk është Po pra, dhe me luftë me përpjekje ne arritëm para disa vitesh ta detyronim qeverinë që të bënte një kontratë të paktën 4-5 vjeçare, sepse investimet në një plazh nuk janë minimale. Pra vetëm çadra, 50 çadra mund të kustojnë ke 15.000 euro, 10-15. Vetëm minibari mund të kustojë 30.000 deri në 40.000 euro. Dhe instalime hidro, shkarkime ujë. Dhe ti ta lesh këtë tender çdo vit, pra ky person sigurisht që do luftojë nëpërmjet bashkisë për ta rimarrë vitin tjetër. Sepse nuk ka ku i çon, i bie ti hedhi. Dhe prapë e prishën dhe këtë. Prapë po çdo vit duhet aplikosh. Po si do bëhet të vit, pra si do bëhet të vit? Ka arritur në një konkluzion apo akoma prapë është duke u diskutuar? Nuk ka në ndryshim madh. Ka një strategji për ta bërë dhe më kaotike. Si është kjo strategji? Është strategji për të bërë më kaotike. Përderisa është e paqartë, është strategji për të bërë më kaotike. Dhe shi faturë që do e paguajnë ata që investojnë në këto plazhe. Nuk ka ndryshim. Domethënë kjo është gjoba e përvitshme, le ta them. Nëse ke guxim të merresh. Këtë vit ata kanë ndërhyrë edhe ke tregu i lirë, pra bashkitë dhe komunat do vendosin dhe çmimet minimale apo maksimale, ndërkohë që nuk. Të kujt? Të hotelit? Të hapësirave për qira. Po si do jetë minimale apo maksimale çmimi? Po pra, maksimale do ta përcaktoj ajo. Do vej gjoba në rast se ti do të arritësh të më tepër, do ketë ankesë, kush ka ankesa për rritje çmimi. Po thuaj trosh mo Zhaku, komunizëm mo Zhaku. Paka shumë. Po komunizëm të marrim. Do të thënë nuk është treg i lirë. Po pra, ne duhet të kuptojmë një gjë që njerëzit sot kërkojnë standarde nëpër plazhe, nëpër pushime. Kanë kaluar tani nga 8 deri në 10 pushime në vit bëjnë njerëzit, mesatare europiane. Pra tregon që bëjnë më pak ditë, po më shumë herë shkojnë. Një person që shkon me familjen, me fëmijë, një të premte, një të shtunë dhe një djelë, nuk do marri çadër me vete, nuk do marri shezllon me vete, po e kërkon këtë ta paguaj aty. Një person që ka një shtëpi, domethënë brezi 3 dhe i 4 që jetojnë aty, ata kanë nevojë që të vendosin çadrën e tyre dhe të rinë aty 1 muaj, 2 muaj. Pra, ky lloj kombinimi me këtë lloj ligji nuk do. Pra, Greku e ka bërë 500 metra plazh publik brenda dhe 500 metra plazh privat. Dhe ti ke mundësi gjatë kësaj hapësire për 5 minuta, 10 minuta të shkosh në plazhin publik në rast se ti nuk do të vendosh. Po në të njëjtin vit. Por në asnjë mënyrë ti nuk duhet të heqësh mundësinë që një person